Ka patur disa momente historike për klubin e futbollit Shiroka gjatë 2 viteve të ekzistencës së tij. Fillimisht ishte lajmi i formimit të këtij klubi nga ish futbollisti shkodrani Ergi Axhani dhe ndeshja e parë zyrtare në kampionatin kombëtar të kategorisë së tretë. Më pas do të ishte lajmi i konkurimit në kampionatin kombëtar të kategorisë së dytë për sezonin 2025-2026. Ndërkohë, ecuria pozitive e KF Shirokës po shihet javë pas jave, ku së fundmi regjistroi fitoren e 6 rradhazi, duke mundur Erzenin e Shiakut në transfert 0-1 dhe duke parë veten në krye të tabelës së klasifikimit. 3 pikëshi i fundit u arrit përmes golit të shënuar nga kapiteni Erion Vucaj në minutën e 50, duke çuar skuadrën e tij në kuotën e 18 pikëve ndaj 16 të Beslidhjes që ka një ndeshje më pak. Të gjitha këto nuk janë rastësi, por rezultati i punës serioze, sistematike dhe profesionale që po kryhet me klubin e futbollit Shiroka. Ndonë se për opinionin sportiv, deklarimi i objektivit të KF Shirokës për kualifikimin në kategorinë e parë është parë paksa euforik, duke patur parasysh se ekipi vjen si debutues nga kategoria e tretë, në klubin Shirokas mendojnë ndryshe. Gjithsesi mbetet për tu parë, sepse tashmë lufta për ngjitjen direkte një kategori më lart si fituesi i grupit është përqendruar mes 2 ekipeve, KF Shirokës dhe Beslidhjes së Lezhës, skuadra e cila duhet thënë se jo vetëm fal traditës, por edhe investimit të këtij sezoni ka të njëjtin objektiv. Ndaj për të gjitha këto vëmendja e të gjithëve është përqendruar në përballjen e afërme direkte mes këtyre 2 skuadrave që do të fiksojë kryesuesin e pjesës së parë të kampionatit.